Mirëmëngjesi të gjithëve ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do flasim për 4 putroshët, ato që janë bërë një pjesë e rëndësishme shumë prej nesh. Ditët tona fillojnë dhe mbarojnë duke u kujdesur për ta. Dhe sot kam të ftuar Sokol Malaj, drejtori i shërbimit veterinar në Bashkinë Shkodër për të na folur më shumë për këtë. Përshëndetje, mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Faleminderit që e pranove ftesën time dhe je këtu për të folur për diçka kaq të bukur për ne. Faleminderit juve për ftesën. Si është shërbimi, si shihet shërbimi veterinar në Bashkinë Shkodër? Aktualisht Bashkia Shkodër ka një fokus në shërbimin veterinar, i ka dhënë një rëndësi më të madhe se që shërbimi veterinar ka pasur përgjithsisht dhe shpresojmë që të bëjmë gjërat mira. Cila është për ju filozofia që të udhëhiqni këtë sektor kaq të rëndësishëm dhe delikat? Veterinaria si profesion është një profesion që lidhet me humanizmin dhe udhëheqja e këtij sektori duhet ketë në bazë humanizmin dhe kujdesin shëndetësor. Si ka ndryshuar shërbimi veterinar vitet e fundit në Bashkinë Shkodër? Përgjithsisht shërbimi veterinar në të gjithë territorin e vendit tonë ka ndryshuar në vitet e fundit, ka marrë një hovë më të mirë. Konkretisht në Bashkinë Shkodër, nëse më përpara janë ndjekur procedurat për përgjigjen ndaj rasteve, ndaj denoncimeve, rasteve të dyshuara, pra një përgjigje për trajtim, sot po përpiqemi ta kthejmë në një parandalim, të fokusohemi te parandalimi i problematikave që mund të vinë nga shërbimi veterinar. Në këtë mënyrë ruajmë një balans midis shëndetit të mirë të kafshëve dhe kujdesit ndaj komunitetit. Çfarë përfshin puna e përditshme juaj? A mund të ma shpjegosh pak shkurtimisht? Atëherë, në bashki shërbimi veterinar ka përgjegjësi kryesisht për pjesën e menaxhimit të popullsisë të kafshëve endacake, konkretisht të qenëve të pastre. Kështu që ajo çfarë ne bëjmë, merremi me, siç thamë, me menaxhimin e kësaj pjese, kapjen e qenëve, sterilizimin e tyre, matrikullimin e tyre, mikročipimin e tyre, vaksinimin e tyre dhe rilëshimin në terren në rastet kur shikohet e arsyeshme. Kjo është bërë një pjesë mjaft delikate. Qenët e ndacak ka qenë një periudhë e gjatë kohe që në Shkodër ishin kthyer në problem. Tani situata është më e qetë dhe më mirë. Çfarë është proceduar për këtë pjesë? Aktualisht Bashkia Shkodër ka 2 streha, të cilat kanë të strehuara aty rreth 200 qenë. Po përpiqemi të bëjmë menaxhimin e të gjithë qenëve ndacak në të gjitha zonat e bashkisë, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe në zonat rurale dhe në përfshatra. E njëjta procedurë siç e shpjeguam, pra kapja, sterilizimi, vaksinimi, matrikullim, mikročipim dhe rilëshimi i tyre, është me qetë situata për arsye sepse 2 strehat ka një kapacitet prej 200 qenësh dhe pjesa, le të themi, e individëve problematik në komunitetin e kafshëve janë të strehuara në strehat e bashkisë. Ti fole për strehat e bashkisë. Mund të më tregosh pak shkurtimisht se si funksionojnë këto 2 streha? Ato kanë stafin e tyre që janë çdo ditë, 7 ditë të javës, që janë punonjësit e shërbimit, të pastrimit, të ushqimit, që merren edhe me kapjen e qenëve në terren, është veterineri që është çdo ditë aty, plus që kemi një fat të mirë që kemi disa vullnetarë që janë pothuajse çdo ditë vinë në strehat tona dhe japin një dorë si për shërbimet e ushqimit të pastrimit, po ashtu edhe për pjesën e nxjerrjes të shëtitjes qenëve, luajtjes me ta, përgdheljet e tyre, t'i kushtojnë kohë dhe dashuri qenëve, sepse edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që ne e kemi parasysh dhe jemi përpjekur ta bëjmë gjithmonë. A ka ndryshuar reagimi i qytetarëve në lidhje me kafshët endacake, por edhe ato kafshët që ato mbajnë? Sigurisht, ka një sensibilizim, nga viti në vit, gjithmonë e më mirë është situata, kur unë kam nisë këtë punë në qytetin e Shkodrës, 11 vjet më parë, ka qenë shumë më ndryshe mentaliteti, nuk shikoheshin
me këtë sy kaq miqësor dhe kaq paqësor sa janë sot. Kurse sot është rritur sensibilizimi goxha më shumë, qytetarët përpiqen edhe për kafshët e ndocake që të kenë shumë më shumë kujdes për to, por edhe për kafshët, sigurisht për kafshët shtëpiake të tyre me vaksinimet, trajtimet e nevojshme të tyre, vizitat e rregullta. Sa është rëndësishme për ju bashkëpunimi me institucionet e tjera? Ose a ka bashkëpunim me institucionet e tjera? Në disa raste është pothuajse e detyrueshme, kemi bashkëpunim me institucionet e tjera, mund marr shembullin e policisë bashkiake, me të cilën është shumë e rëndësishme që në situata të caktuara të kemi përkrahjen dhe bashkëpunimin me ta, po ashtu me shkollat, që është një pjesë shumë e rëndësishme, ose me institucionet të tjera të informimit, që është shumë e rëndësishme për pjesën e sensibilizimit të qytetarëve për trajtimin, mënyrat e trajtimit dhe atë çfarë mund të ofrojnë kafshëve. Në rast të sëmundjesh, si veprohet nga institucioni dhe sa është e gatshme Bashkia Shkodër të organizojë emergjenca të tilla? Nëse bëhet fjalë për rastet e sëmundjeve të zakonshme, problematikave të zakonshme që kanë kafshët, ato merren dhe shkojnë në strehën e bashkisë, ku bëhet trajtimi i tyre, pastaj vazhdojnë këto procedurat e tjera, sterilizimin e gjitha, por përgjithsisht merremi me trajtimin e tyre në fillim që të jenë të shëndetshme, pastaj të merremi me procedurat standarde. Pastaj kur kemi të bëjmë, nëse bëhet fjalë për smundje që janë problematike edhe për njerëzit, smundje zoonotike, atëherë janë procedurat të tjera që janë konform ligjit dhe në mënyrën më humane të mundshme procedohet në to. Sa rëndësishme është për ju të lidhni pjesën humane dhe njerëzore me atë të punës së përditshme? Trajtimi i kafshëve është me detyrim që të jetë human. Një veteriner nuk mund të mos jetë kurse si human, ose ndryshe është i paplot profesionalisht. Kurse për këtë punës institucionale, ajo do transparencë dhe etik të plot. Dhe kështu do të ruajtur gjithmonë një balancë midis këtyre. Kompetencë me humanizëm dhe me përgjegjësi, le të themi. Si a del ti ta ruash këtë balancë? Unë kam zgjedhur ta bëj këtë profesion fillimisht dhe pastaj këtë detyrë që kam marrë tashmë vitin e fundit, duke ndjekur parimet e mia humane në ndihmën e kafshëve, kam përkushtuar jetën tyre në shërbim, jetën time në shërbim të tyre, dhe kështu që edhe aty ku tek ai pozicion që kam tani, edhe aty vazhdoj në të njëjtin parim si gjithmonë. Apo ecën Shkodra drejt standardeve europiane në shërbimin veterinar? Standardet kryesore europiane në shërbimin veterinar janë të bazuara në, le të themi, në 3 faktorë kryesor, që është parandalim, transparencë dhe shërbim mjekësor. Po përpiqemi, siç thash dhe më përpara, ta kthejmë shërbimin veterinar nga trajtim në parandalim, që është gjë më e rëndësishme, pa diskutim pjesa e transparencës, që është shumë e rëndësishme, dhe trajtimi mjekësor, që është detyrë. Kështu që jemi në hapa të mirë dhe mendoj se në pak vite do jemi aty ku duhet. Çfarë risish ose projektesh të reja kemi për të ardhmen nga Bashkia Shkodër? Projekti parsor që jemi në përfundim të procedurave dhe së shpejti fillon, shpresojmë shumë brenda këtij muaj, është streha e re me një kapacitet prej 100 qensh dhe godina e trajtimit të kafshëve për një klinikë të mirëfillt, e cila do na mundsoj që të kemi kushte më të favorshme për trajtimin me standarde më të mira dhe një numri më të madh kafshësh. Si e shihni të ardhmen e këtij sektori pas disa vitesh? Ti the që para 11 vitesh kur ke filluar ti punën ka qenë një diferencë shumë e madhe me atë që është sot. Po pas 5 vitesh ose 10 vitesh? Unë shpresoj shumë dhe kam besim shumë që do jemi në standarde sa më afër standardeve europiane. Duket një vullnet i mirë, institucioni, pra bashkia ka vullnet absolut për këtë pjesë, por dhe bashkëpunimi me qytetarët është goxha i mirë dhe i frytshëm.
Ti the si ke kushtuar jetën për kujdesjes ndaj kafshëve dhe kjo është diçka shumë e bukur. Çfarë të motivon ty ta bësh këtë punë çdo ditë? Cila është ndoshta mbështetja jote më e madhe? Ideja që do shpëtosh një kafshë sikur një vetëm gjatë ditës është gjë që më bën të ndihem mirë dhe kam bërë gjithmonë dhe kam pasur gjithmonë këtë motivim. Sa më shumë të shpëtosh, akoma më mirë ndihesh. Kjo është diçka shumë e Kjo bukur. është. Së fundmi dua nga ti një mesazh për të gjithë ata që kanë kafshë të vogla ose për të gjithë ata që duan të kenë një mesazh për kafshët që ne i duam shumë. Kafshët janë pjesë e komunitetit tonë, pjesë e familjeve tona dhe duhet trajtohen si tillë, duhet që të kenë sa më shumë kujdes për to, sa më shumë vëmendje për to, jemi forca e tyre dhe mbështetja e tyre më e madhe. Dhe ata që e kanë një kafshë në shtëpinë e tyre e kuptojnë rëndësinë e tyre, e inkurajoj të gjithë që të marrin kafshë, e ata që s'munden të paktën sikur në lagje apo në komunitetin e tyre të kujdesen për minimumi një kafshë, t'i ushqejnë dhe t'i trajtojnë me dashuri sepse janë pjesë e komunitetit tonë dhe pjesë e jetës tonë të përditshme. Të falenderoj shumë për këtë mesazh të bukur që më dhe faleminderit që ishe me mua këtë mëngjes. Jo, faleminderit juve. Ju falenderoj dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur, duke ju uruar një fundjavë të mbar, bashkë mirupafshim, shihemi të hënën.